Ndërsa materialet në faqen e kuvendit në internet. Ju njoftoj se në bazë të nenit 14.1 rregullohet kuvendit, delegacioni i Asamblesë Parlamentare Bashkëpunim Ekonomik DDZ, Papsek, deputetja Briseida Çakëri, caktohet antare duke zvendësuar deputetin Ceno Klosi. Gjithashtu ju njoftoj se zoti Skënder Pashaj merr detyrën e kryetarit delegacionit të Asamblesë Parlamentare të Mesdheut, PAM, dhe zonja Klodiana Spaju vijon si antare e këtij delegacioni. Vijojmë me rendin e ditës. Ju lutem, zini vendet, fillojmë diskutimet për rendin e ditës. Zini vendet. Zini vendet të gjithë deputetët që janë ngjitur të ndenjësit e qeverisë, këshillit ministrave, të ulen poshtë. Ju kujtoj rregulloren, vrejtje për gjithë deputetët që po shkelin rregulloren. Zoti Bardhi, nuk mund të fshihemi mbrapa kishtit. Ju lutemi, kjo lejoni parlamentit të zhvilloj punimet. Zoti Balliu është përjashtuar nga seanca. 5 minuta pushim derisa zoti Balliu të lërë sallën dhe rikthehemi të vijojmë. Urdhro? Të vijojmë vonë. 5 minuta pushim.